Përshëndetje, filloj me mësimin për sot. Tema: si u shpikën bateritë nga shkencëtarët. Çfarë janë bateritë? Ku përdoren ato? Bateria është një mjet që bën akumulimin e energjisë elektrike. Bateritë përdoren si burim energji elektrike në pajisje të ndryshme. Në figurat në vijim, ju e keni disa prej rasteve në industri, mjekësi, teknologji, ku përdoren bateritë. Ju gjithashtu dini të dalloni një pilë nga një bateri. Por si janë shpikur bateritë? Në qershor të vitit 1936, gjatë ndërtimit të një hekurudhe të re, punëtorët gjetën një varr të lashtë pranë qytetit të Bagdadit, Iraku i sotëm. Në këtë varr, arkeologët gjetën sende me moshë 2000 vjeçare. Një ndër sendet e vjetra apo reliket e gjetura në këtë varr ishte një poçe balte. Poçja kishte brenda një shufër hekuri, që fillonte nga fondi dhe dilte nga gryka e saj. Kjo shufër rrethohej nga një tub prej bakri. Shkencëtarët bën kopje të këtij relikti. Kur ata e mbushën tubin me një lëng acid, si uthulla, ndërmjet shufrës së hekurit dhe tubit prej bakri, u krijua një tension elektrik nga 1.5 deri në 2 volt. Arkeologët mendojnë se njerëzit e lashtë kanë mundur të përdorin bateritë që rreth 2000 vjet më parë. Ato kanë qenë si kjo që u përshkrua më sipër dhe kanë shërbyer për të veshur sendet metalike me ar. Një tjetër shkencëtar që ka dhënë kontribut në zbulimin e baterisë është Luigi Galvani. Galvani ka qenë mjek italian. Rreth vitit 1780 ai zbuloi rrymën elektrike. Pasi kapi këmbët e një bretkose me një grep prej bakri, i vari ato në një mbajtëse hekuri. Ai vuri re se muskujt e këmbëve të bretkosës u drodhen. Galvani ishte i saktë kur tha se dridhja shkaktohej nga rryma elektrike, por ai mendonte se rryma vinte nga nervat e këmbëve të bretkosës. Prandaj dhe i quajti elektricitet shtatzor. Alexander Volta ishte ai që e përsëriti shumë herë eksperimentin e Galvanit, por me lëndë të ndryshme. Nga këto eksperimente, ai arriti në përfundimin se elektricitetin nuk e shkaktonin këmbët e bretkosës, por dy metalet e ndryshme, bakri dhe hekuri. Këmbët e bretkosës përmbanin një lëng që përçonte rrymën. Dridhja e muskujve të tyre shkaktoi pikërisht prej kalimit të rrymës elektrike. Por në shekullin e 19, pas shumë eksperimentesh, Volta zbuloi një tip baterie që u quajt pila e voltës, apo pila voltaike. Ajo përbëhej nga një stiv disqesh prej zinku dhe bakri. Ndërmjet secilit disk gjende një copë kartoni e lagur me ujë të kripur. Takimi i skajeve të dy telave përçues, njëri lidhur në diskun e poshtëm prej zinku dhe tjetri lidhur në atë të sipërm prej bakri, prodhonte vazhdimisht shkëndija. Volta ndërtoi pila të ndryshme, duke përdorur 30, 40 apo 60 disqe. Ai e kuptoi ndikimin që kishte ndryshimi i numrit të disqeve. Kështu zbuloi se madhësia e shkarkesës elektrike shtohej me rritjen e numrit të disqeve të përdorura në pilë. Më vonë, fal eksperimenteve të shumta, shkencëtarët e përmirësuan baterinë e voltës. Le të bëjmë një përmbledhje. Çfarë mësuam sot? Bateritë e para primitive janë krijuar që para 2000 vjetësh. Më vonë, shkencëtarët, nëpërmjet provave, ideve dhe mendimit krijues, i kanë përmirësuar ato deri në gjendjen që janë sot. Faleminderit.